Dha efekt kjo sipas jush? Unë mendoj që Lacivita është një nga dy strategët më të rëndësishëm të fushatës Trumpit, që dha një kontribut shumë të madh në fitoren e presidentit Trump. Ishte maksimumi që mund të bënte Berisha dhe një veprim i mençur që mund të bënte në kushtet që ishte, sepse e para duke lidhur kontratën e lobimit me Lacivitan deri diku krijonte një farë mjegulle për non gradën dhe bënte që të kalonte në hije non grada, të ngrihej fabula që ja tani amerikanët janë afruar përsëri dhe kjo është pozitive për fushatën e PD-s dhe njëkohësisht ai ka ndihmuar, ka bërë maksimumin e tij që të strukturoj PD-n sa që mund të strukturohet, por si thua populli ka një shprehje që nuk mund të bësh bugruri me miell mistri. Që do të thotë ai është munduar të përcjelli mesazhe të shkurtra, çdo ditë të strukturojë mesazhin, çdo ditë t'japi nga një mesazh dhe çdo ditë del se kush duhet të jetë mesazhi ditës i PD-s, por nuk ka potenciale që ky mesazh të shtrihet dhe të prekë gjithë gjeografinë e Shqipërisë. Në hapjet fushatës elektorale, Lacivita u mundua të bënte një dekor me të rinjt, se ka kuptuar problemin kryesor që kanë, që të rinjt, një gjë pozitive e këtyre zgjedhjeve është që kryesisht të rinjt do shkojnë drejt partive të reja. Dhe kjo është shumë e mirë për demokracinë në Shqipëri. Pra këto zgjedhje, një nga risit më kryesorë që do sjellin është që për herë të parë elektorati shqiptar do t'i arratisë të qëndrimit bipartizan, qëndrimit të dy partitë kryesore, dhe do shikohet që do krijohet ai mozaiku i partive të tjera, sepse e vëre nga shumë familje demokrate që takojnë qytet. Ku më thonë që qofse babai thotë që unë kam 30 vite në PD, jam në PD, po shikoj që fëmijët më kanë lëvizur, fëmijët shkojnë drejt partive të reja, pra është një tendencë shumë pozitive kjo që unë shoh me pozitivitet. Pra Lacivita ka bërë maksimumin që mund t'i bëjë një Partisë Demokratike në kushtet që është. Pra partitë e reja marrin vota më shumë djathtas, po thonë. Unë po them që risia është, unë do kisha dëshirë që partitë e reja të merrnin vota më shumë majtas, por risia kjo është që në këto zgjedhje, qofse do themi se kush janë nga risit, përveç faktit votës emigrantëve, teknologjisë e gjitha me radhë, është dhe kjo që për herë të parë do kemi një përqindje më të madhe të shqiptarëve që e kanë kuptuar që duhen praktikisur dy formacionet e mëdha, kur ato nuk i realizojnë premtimet për të qëndruar drejt partive të reja. Por ajo që unë ndjej më shumë te demokratët është që kanë zgjedhur që e kanë kuptuar qartë që i vetmi mekanizëm që ata kanë në dorë, e vetmja vendimare që kanë për të thonë zotit Berisha që të ka mbaruar koha politike dhe nuk është mirë të vazhdosh prap, është që të qëndrojnë në shtëpi dhe do qëndrojnë në shtëpi. Është si punë ndeshjes futbollit, nga ato ndeshjet që trukohen, ose që i dihet rezultati këto zgjedhje. Spektatorët braktisin ndeshjen. Ju e goditët në kokë problemin, kur qytetarët shohin që ndeshja është e trokuar, spektatorët largohen nga ndeshja. Po kjo, për shembull, pjesëmarrja është dhe kjo. Pjesëmarrja është duke mos marrë pjesë. Vendimin tënd e shpreh dhe duke mos marrë pjesë. Dakor, ju në argumentat tuaja dhe në fund tani të sekët pak dhe thatë që dy partitë e mëdha, të rinjt po shkojnë drejt partive të reja, dy partitë e mëdha. Le t'i quajmë të vjetra apo partitë mëdha, por Rama po shkon drejt mandatit 4, pavarësisht se është një parti e madhe dhe një parti e vjetër. Ramës po ja japin mandatin e 4. Dhe arsyeja kryesore që Rama po shkon drejt mandatit 4 është fati i keq i demokratëve që problemi personal që ka zoti Berisha nuk gjen pikat përbashkëta me hallet që kanë demokratët për të ardhur pushtet dhe akoma më keq. Problemi personal që ka zoti Berisha e shtyn drejt një vendimarrje që shkon kundër vendimarrjes që duhet merrte Partia Demokratike për të ardhur në pushtet. Dhe unë këto sapo t'i argumentova qartë. Si me mosbërjen e koalicionit të gjerë opozitar, sepse duheshin me çdo kusht që bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, që kanë dhënë prova që kur i kërkohet të dalin përballë Spakut për të protestuar, dalin përballë Spakut, mos t'i rrezikojë vendi nga Llapaj dhe nga Sheaj, sepse ndryshe nëse do respektonte interesin e demokratëve, do i thonte atë që i tha Rama të vetëve. Të gjithë ju në listat hapura, pa përjashtim. Listat e mbyllura janë për këto. Nëse do i interesonte halli i demokratëve, do i thonte përsëri të gjithë bashkëpunëtorëve vetëm më të ngushtë, që ishin bashkëpunëtorë më të ngushtë vetëm për faktin që ishin të gatshëm, të bindur për të kërcyer vallen kur duhet kërcyer vallja, apo për të dalë përballë Spakut kur duhet dilin përballë Spakut. Edhe këtyre duhet i thonte të gjithë listat hapura dhe këtë gjenerat të re politikanësh që ka përgatitur PD-ja, në mënyrë të padiskutueshme duhet të jenë
në lista të mbyllura. Po, nuk është fali Ramës, se nuk i është falu Ramës. Rama me këtë që ka bërë ju sa po thatë, i ka vendosur këta në listat hapura. Në 2021 i vendosin limite. Në mënyrë krejtësisht të pamerituar, po ja dhurojnë mandatin e 4. Pamerituar. Dhe ky është problemi kryesor. Po taktikisht ka lëvizur mirë. Ai mund të lëvizë mirë. Po çfarë ka prodhuar mirë? Që ka një qeverisje që qeveris vendin dhe 2 qeverisje tjera i ka në mbrapa ekurave. Për çfarë ka qeverisur mirë? Për korrupsionin masiv. Në këtë konceptim, këto lëvizjet politike dhe taktikat politike të tij janë për të vlerësuar, po produkti që ka krijuar në Shqipëri në këto vite është për të ardhur turp. Po ndërkombëtarët për shembull, etiketohet ose po ta shohim ne dhe Rama thotë që nëse ka një gjë që unë djem krenar, është që Shqipëria në arenën ndërkombëtare sot është krejt ndryshe. A ka një fokus ndërkombëtarët më shumë drejtuar drejt Ramës se sa drejt opozitës apo të kundërtën? Po në mënyrë të kjo është fare evidente dhe nuk të gjitha argumentat të çojnë në këtë drejtim. Çfarë tham ne? Që sot i Berisha u detyrua të merrte la Civitan për arsye që të relativizonte apo të linte pak në hije problemin e nëngradës. Dhe këtu na nxorret e një nga rrisitë e tjera të këtyre zgjedhjeve. Një nga rrisitë e këtyre zgjedhjeve është që në 32 vite, për herë të parë, partia që erdhi në 90-ën si partia për të përmbysur komunizmin dhe partia e vlerave perëndimore, mbas 32 vitesh, kandidon për herë të parë me një lider që Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lokomotivat e perëndimit e kanë shpallur në nëngrada. Një paradoks. Zoti Xhafera,